Dhe ka thonë pejgamberi Allahut, çdo njeri ka borxh Allahut azza wa jall për çdo ditë që të nxjerr nga xhepi i tij, që të dhuron ka 360 sadakaja për çdo lëvizje. Nije të rupit, ne që lëvizmi me ta, ne që i përulmi me ta, ne që i krim punë tona, ne që shkojmë punë dhe kthehemu, ne që i shërbejmë firmave, ne që e mormi rrogën tonë për 360 nije, e kemi për borxh Allahut azza wa jall çdo ditë janë nxjerrmi sadaka për çdo nije, ka 360 sadakaja. Thanë ja Rasulullah, cili prej neve ka mundësi që ti nxjerr në ditë 360 sadaka? Tha pejgamberi Allahut, Allahu na i ka lecu, na ka bon Allahu që me i thonë elhamdulillah sadaka, me thonë subhanallah sadaka, me thonë la ilaha illallah sadaka, me thonë Allahu ekber sadaka, me urnone të mira sadaka, me ndalu nga e keqja sadaka. Pastaj pejgamberi Allahut na prezantoi rahmetin e madh të Allahut, atë ju tregoj për diçka që nëse e veproni ju, e ka vlerën sa 360 sadaka. Nda njofton o i dërguari Allahut, tha direqat namaz me i ba paradite, namazi duhas. Pasi të lindë dilli derisa para se me i kohë drekës mi fal direqat, e ka vlerën sikur mi ba 360 sadakaj. Dhe ka arme një transmetim pejgamberit Allahut që ka thonë pejgamberi Allahut, nëse i fal 4 rekat paradite, je i fortifikuar i mbrojtër pej anës Allahut azza wa jall.